një ekip që ka akademinë e vet, merr lojtar nga akademia dhe prodhon një Amal, një Messi, një Pedri, një Gavi dhe shumë lojtarë tjerë nga akademia, apo ju që këta lojtarë merrni të gatshëm, duke shkelur fair play financiar me të dyja këmbët për të harxuar 5 milion euro për një transferim. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë kjo? Kundër argumenti Nuk është e vërtetë se Florentino Perez është e UEFA, nuk është e vërtetë. Kundër argumenti im, të lutem? Po? Atëherë, Reali Madridit, Akademia e Realit Madridit ka prodhuar një mbrojtës të krahut të djathtë legjendar si Dani Carvajal. Një sekond i nderuar, një sekond. Ka prodhuar një mbrojtës interesant si Raul Asensio. Interesant. Ka prodhuar një lojtar si Alvaro Morata që ka bërë mirë ku ka shkuar në Itali. Ka bërë mirë dhe ka qenë top nivel botëror. Ka bërë kombëtarën spanjolle, nuk janë në një gjë. Tani stop prap. Nga ana tjetër, skuadra jote prodhon talente, por nga ana tjetër investon mbi 130 milion euro te Coutinho që del dështim, investon mbi 100 milion te Dembele që del dështim. A nuk kanë gjëra që ndodhin në futboll? Por është skuadër që nuk bazohet tek akademia. Gareth Bale, blerja e parë në futboll 100 milion euro. Ju e thyet rekordin e transferimit. Ju prishët futbollin. Po e marr kompliment. E merr kompliment që prishët futbollin, që bët shifrat financiare. Nuk është ajo që jemi milioner apo jo? Ja.